dhe sigurisht që ajo që ka kërku dhe edhe Albin Kurti që të ketë edhe një kandidat përej opozitës ishte me emën e me mbi emën dhe ishte konkretisht. Edhe pse ne si Parti Demokratikë Kosovës se dini qëndrimin tonë, ne nuk e mbështesëm Vjosa Osmanin si presidente, kemi qëndrimin tonë për të, por e ka pas një alternativë që kisha arrit mbi 81 vota në Kuvendin e Kosovës, ndërsa sot të shohim një proces jo demokratik, jo kushtetues, edhe mund të them kështu në stilin e tyre karate të formës së zgjedhjes, që fatkesisht stil karate. Po ata nxorën vetëm mërgim, tutëm, nxorën 2 kandidatura nga shoqëria civile që po i bie. Nëse njëra pas ka qenë kandidat edhe nga lëvizja vetëndosi për asamble, zonja Hoxha nëse nuk gaboj, po zonja Rushiti, një zonë që ka punuar shumë në shoqërinë civile, sidomos për të mbijetuarit e torturës gjatë luftës së Kosovës. Janë 2 kandidatura të tjera, janë tërheqje Glauko Koniuzës e Fatmire Mulhaxhës dhe dalje 2 kandidatura. Pse mos mbështeten këto 2 kandidatura? Dikush nga këto dyja të zoti Lushtaku. Këtu janë emrat të ditës së fundit apo të momentit të fundit dhe asnjëherë nuk është prezantuar më herët dhe sigurisht ne kemi treguar që për të dalur me një kompromis politik duhet të ketë një pajtueshmëri politike e jo të imponohet vendimi, jo të prezantohet vetëm nga njëra palë, sepse në fund të ditës edhe kushtetuta e Kosovës, si çdo vend tjetër demokratik, e kërkon që të kenë 2/3 për të zgjedhur presidentin, që të ketë një kompromis dhe presidenti që zgjedhet të jetë garantues kushtetues dhe garantues i demokracisë, e jo të jetë notar dhe certifikues i njëanës palë. Pa i njehni këto 2 kandidate, zoti Lushtaku? Zonën Feride sigurisht e kum njoft edhe e kum taku, ndërsa të tjetrën ju nuk e njoh personalisht. Nuk e njehni. Okej, kam pyetje këtu nga studio, ndërkohë që e kemi direkt mërgimin lidhje të drejtë.